Qeveria po ridizenjon shërbimin e sterilizimit në spitalet publike, jo vetëm duke e kaluar nga modeli koncesionar, i nisur në vitin 2015 tek një operator 100% shtetëror, por edhe duke zgjeruar paketën e shërbimeve që konsiderohen pjesë e procesit të integruar të sterilizimit. Në kontratën koncesionare të vitit 2015, objekti shërbimit përqendrohej kryesisht në 4 komponent që përfshinin setet e personalizuara të instrumenteve kirurgjikale sterile, materiale sterile njëpërdorimshme në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale. Ndërsa te operatori shtetëror OSHIS në listën e shërbimeve shtohen disa elementë të rinj që bëjnë procesin më të gjerë. Për herë të parë, parashikohet administrimi i stacionit qendror të sterilizimit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, si dhe menaxhimi i cikleve të ripërpunimit dhe sterilizimit të instrumenteve dhe materialeve të ripërdorshme. Po ashtu, vendimi detajon sterilizimin në aspektin teknologjik, duke përfshirë sterilizimin me avull dhe me temperatura të ulta, dhe jo vetëm furnizimin me sete të gatshme. Një tjetër ndryshim thelbësor është edhe logjistika e sallës, pasi OSHIS përfshin edhe furnizimin me veshje sterile salle dhe materiale të ngjashme njëpërdorimshme, si dhe zgjeron fushën e dezinfektimit nga sallat kirurgjikale edhe tek ambientet. Risi më vete është edhe digitalizimi i menaxhimit, ndjekjes dhe raportimit të shërbimit që synon gjurmëshmëri më të madhe të procesit dhe që i përgjigjet objektivave të qeverisë për digitalizim të gjithë sektorëve.